tani edhe kemi ardhur, jemi rahatuar te hoteli në Siena. Jemi në një super hotel të bukur. Do qëndrojmë 2 ditë këtu edhe t'ju tregoj pak dhomën e bukur që është. Po fillojmë nga tualeti, duke qenë se ishim këtu. Kam hapur të gjitha gjërat e mia, t'i kem gati. Për t'i parë edhe për të bërë gati shpejt e shpejt. Këtu është pjesa e dushit, është shumë bukur. I gjithë hoteli është antik, si antik le të themi. Hello Rogerti. Kjo është dhoma, është shumë e bukur. Shumë e bukur. Më pëlqen shumë vibe që ka. T'ju tregoj pak aksesoret. Normalisht se do bëjmë një super content këtu, edhe vendi ishte shumë i bukur, përveç se hoteli. T'ju tregoj pak, tani që kam hapur të gjitha veshjet e mia, i kam nxjerrë nga valizja. Shikojeni se sa bukur është ky këndi. E adhuroj, është fantastik. Këtu janë çantat, pas kam lënë kryerin këtu. Çanta që kam marrë, e madhja, këtu janë këpucët, veshjet që janë pjesa më e madhe e koleksionit të ri. Do i zbulojmë në ditët në vazhdim. Edhe kaq, dhoma është shumë e bukur, nuk është shumë e madhe, si zakonisht dhomat e Italisë që nuk janë gjigande, por janë futet e ato më të mëdha që kemi qenë në Itali, më thënë të drejtën. Zot, ky poçi këtu që kemi ngrënë një super sandwich nga këta që bëjnë super të mirë këtu në Itali. Edhe tani jemi gati për të dalë, të eksplorojmë pak vendin këtu, se ishte shumë bukur. Edhe të pikasim disa gjëra për nesër, kështu. Sot më shumë për t'u qetësuar, relaksuar, ishte 2 orë larg nga aeroporti dhe jemi lodhur pak. Rruga për të ardhur aeroporti këtu. Kështu që vendosa mos të filmoj se nuk ishte ndonjë gjë interesante, rrugë dhe vetëm rrugë. Edhe tani kemi hapur një vlog, uroj ta përfundoj. Dhe shihemi në vazhdim. Pak edhe outfitin, këtu që nga rësirë. Okej, këtu kam veshur këtë xhaketën jeans nga New Collection Amitié. Edhe seti poshtë është ky pambuk nga Mitele Studio. Po bie telefoni, tutot, atletet dhe jemi gati për të dalë. Morë kartat? Oh, se nice tu. Nuk e shumë bukur për të jesh shumë i bukur. Këtë dhe koridori. Zero. Jam mbyllur të gjitha dyqanet, thjesht po dalim shëtit, që po shikoj. Jo, nuk qenë është ftohtë, prisja më ftohtë, prisja shi, në fakt. Kishte rënë, po jo, se duket lagështira, po jo shi që po binte në Tiranë dhe Durrës, por që është shumë bukur. Më pëlqeu. Super vibe. We are so happy. Për këta
zgjuar. Unë më thënë drejtën lava fytyrën, vendosa edhe një serum. E kam shumë mirë fytyrën. Jam duke përdorur këto produktet këtu. Më mirë se asnjëherë tjetër. Tani do spresim poshtë për të ngrënë mëngjesin. Unë jam me pijamat e mia, këto i kam marrë te Lindexi, ka disa kohë, po më pëlqej shumë kjo pjesa me lule, por që janë edhe kombinim dy materialet ndryshme, shumë të rehatshme për gjumë, po edhe shumë të bukura. Tani do spresim poshtë për ngrënë mëngjesin dhe pastaj do vim që të bëjmë gati dhe të nisim ditë. Mirëmëngjes, se s'na ke thënë mirëmëngjes. Akoma s'ka hapur sytë Rogeti. Ma merr mendja. Mëngjesi shërbetet u poshtë. Shikoni pak sa bukur duket nga lart. Edhe shumë sa vaj. Ku jemi pas qyra këti apo këti? Këti e në dy janë. Ua sy tanë që janë shumë. Do për flysh. Se bukur për shënësore që i shikoni këtë pjesë këti. Shikoni pak se bukur kjo shpreja këtu. Kjo është bufeja më e bukur që kam parë. Dhe vibin më të bukur. O sot, gjithë të gjërat mira, që unë nuk mund t'i ha. Gjithçka e freskët. Ndërkohë që unë do bëjmë gati tanis për të dalë, Rogeti po më ndihmon me hekurit. Shikoni pak sa pamje e bukur që është për mua këtu, por edhe kjo këtu, që po bën gati hekurin, veshjet e mia për t'i veshur sot. Bravo Rogeti. I love you. Këtë është një super rëmuj tani, se jemi të indajt qëfar duhet për të hekurosur, qëfar jo. O, zoti madh. Që më shinduart. Tani vendoset e pantalonat, që mos nga rrëdoset prap. Se fatkesisht nga kanë dhënë këtë hekurin kështu dhe kjo nuk është hekuros, kush e di. Do ja dalim. Në fakt ishin shumë mirë kur i mora, por duke qenë se futur ngushtë në valigje, normalisht e rrëdosur. Kam marrë dhe tripodin me vete për të bërë content. Pa patur nevojë për Rogertin, si them dil pi kafe ti. Ndërkohë që unë bëjmë gati dhe pa u bëzdisur fare. Tani do bëj pak skincare, make-up, edhe Mbaroj? Mirë. Hapat. Ja, prit e ke këtu, kjo është tapa. Ja. Këtu lart, po. Jo, këtu. Sa shpit më rrojë? A vëllon direkt? Me shumë të rrujë. Po mirë pak të në që të hekurosë. Jam bërë gati, Rogerti doli, ky është kostumi nga koleksioni më i ri, jam i tjeli studio, është i gjithi lino. Yay! Tani, do dalim. Do la fara. Po kërkoja.
vestita che non ho qua. Hello mama. Ne kemi ardhur në dhomë, jemi ndërruar dhe jemi gati për të dalë. Kemi bler disa bizhu, si që më pëlqyen mua dhe nuk mendoj që mund t'i gjej kollaj. Edhe kemi humbur një 2 orë aty, ndaj s'kam filmuar shumë, se isha përfshirë duke parë aty gjërat bukura. Edhe bëm disa pazaret e tjera, vetëm bizhu, asgjë tjetër. Atëherë, kam vesh këtë setin Lina, nga Michele Studio, pupat e bardha Alaja, ripin Kelly Hermes, seti normalisht nga Michele, është super i bukur, ngjyra dhe çdo gjë tjetër. Syzet, kush e mba mend, i kam marrë tek kur isha në nuk e di. Edhe çantën do marrim këto prap, se vetëm kjo na shkon me veshjen. Do doja të kisha një të bardhë, por edhe kjo për ta thyrë është shumë mirë. Rogeti është rehat atje, rehatuar. A jemi gati për të dalë sërish? Pushuam dhe tani ikim për të ngrënë ndonjë gjë se vdiqem. Ndaluam te një dyqan që kishte gjëra shumë të lezetshme. Paka shumë si një piknik euro në Shqipëri, po gjëra shumë më të bukura, më të veçanta dhe për veçanti të lira, jo shumë të lira. Dhe mesatërisht 5 euro, 3 euro, 2 euro, diçka atje. I marrë më shumë agenda, si laps, gjëra kështu të vogla, dhe jo t'rregoj ku shkoj tek dhoma. E tani vetëm po eci, po shijojmë pak të fladin e darkës, po shikojmë rrugicat e reja, po bëjmë muhabet, edhe kështu. Po na shijon kjo ecja këtu në darkë, ka goxha njerëz turista. Kemi ngrënë pak vonë edhe jemi të mbingopur. Jemi kështu, çdo ham pastaj shikojmë në një restoran me aromë të mirë që vjen nga jashtë. Edhe themi të ha, po nga në tjere unë jam shumë ngopur, base unë s'do ha fare, kam marrë vetëm një kos aktivja. Po, i Rogerti, okej. Tani e kam tepru pak sot, se kam te kalu dhe regjimin. Sa më cute. Nga shtyp. Si do në shojmë këte? Dhe kështu. Që të havë dhe mu, si po fini, no? Po hangër, mirë. Po s'hangër, duro deri nesër se hangër një pizza. Pasta të po? Super. Mirë më njësi. Sot e kishim lënë të zgjoheshim shumë herë, të dilnim, të bënim ecje dhe pastaj të vinim prap në hotel për të përmëngjesit. Por nuk ndodhi, unë kisha lënë cilën orën 6 edhe fika me idenë që të binte prap, por nuk ra më kur dhe tani është ora 9. Ka gjysmë orë që jam zgjuar, se thash marr pak veten se nuk e di me si po i hapja syt. E tani do zpresim të ham mëngjes që të vim lart të bëhemi gati. Në darkë kemi nisje, kështu që sot është dita e fundit. Mirëmëngjes Rogerti. Po zpresim apo jo, se kemi kështu. Bëj një hap, ktheu, bëj një hap, ktheu. Gati jam. Hajde, ikim pas. Si për kam vesh këto se jam me kanatiere, edhe thash të vesh diçka se është ftohtë. Sa bukur është pamja. Kjo dhoma ikonike është shumë e lezetshme dhe shumë e bukur.
në çdo moment dalin super video. Drita nga këtej është shumë e bukur. Dhe sot është ditë e mirë. Ti ka qenë pak vrentur, po sot më duket është qielli i hapur dhe ditë me diell. Gjithmonë ditët e fundit kështu janë në përgjithësi. Kur lëviz. Kujti ka mungu, mami, kujti ka mungu, mami. Becky.